Prej disa kohësh, Federata Shqiptare e Futbollit ka njoftuar se aplikimi për bileta për sfidën e 31 gustit me Marokun dhe atë të 5 shtatorit me Maqedoninë mund të bëhet online në faqen e saj zyrtare në internet. Por së fundmi, për të gjithë ata që nuk mund të aplikojnë online, Federata ka vendosur një sportel pranë stadiumit Loro Buriqi, ku të gjithë mund të aplikojnë dhe të marrin biletat. Mjafton që të kenë me vete një kartë identiteti. Nga ora 10 deri në orën 19, çdo ditë, dyqani do të jetë në dispozicion të qytetarëve shkodran. Për sfidën me Marokun, në tribunën qendrore çmimi i biletave është 15.000 lekë të vjetra, ndërsa në ato anësore është 7 dhe 5.000 lekë. Sipas të dhënave nga FSHF, interesimi për këtë takim është në nivele mesatare, prandaj janë shumë vende të lirshme. Ndërkohë në ndeshjen e shumëpritur me Maqedoninë, çmimet do të jenë më të larta, ku një përnotim për në tribunën qendrore apo siç njihen ndryshe, si sektorët D1 dhe D4, është 20.000 lekë të vjetra, ndërsa në ato anësore varion nga 10 deri në 15.000. 90 minutë që mbrëmjes së 5 shtatorit ka tërhequr më shumë interes për shkak të rëndësisë së ndeshjes, e cila është edhe e para e eliminatorëve, prandaj numri i biletave është i limituar.